Logon e tij tashmë i gjen kudo, në dokumentet zyrtare të Shqipërisë, aktivitete të ndryshme dhe në profilet në rrjetet sociale. Eugeni Bllazhani, fituesi i logos së 100 vjetorit të pavarësisë, djali nga Kërçova, i cili edhe pse ju deshën vetëm pak minuta për të ideuar këtë logo, thotë se është vetëm përvoja ajo që e ka bërë fitues në këtë garë. Vizualisht aty gjen edhe ngjyrat dhe flamuri kombëtar, një ide sa e thjeshtë aq edhe e bukur. Është marrë nga simboli kombëtar, i cili është shqiponja, por në këtë rast është në një shqiponje stilizuar, faktikisht është festive, të cilën i përket gjithë këtij manifestimi, gjithë këtij 100 vjetori. Por kjo logo ka pësuar një ndryshim të vogël në sloganin e saj, gjë për të cilën ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Ndryshimi ka qenë vetëm puna e sloganit, do të thonë në fillim ka qenë edhe në konkursin e cekur, do të thonë ka qenë 100 vjet shtet shqiptar, me kërkesë të kryeministrit, do të thonë ka qenë 100 vjet pavarësi. Do të thonë në arsyeja që 100 vjet shtet shqiptar ka pasur edhe në kohën e Skënderbeut edhe në kohrat më të hershme ndoshta. Zeni Bllazhani është ideator dhe finalist i konkursit mbar kombëtar për simbolit e Kosovës. Ai është gjithashtu edhe krijuesi i dizajnit të medaleve të presidencës së Kosovës. Bllazhani u lind në Kërçovë të Maqedonisë, ka përfunduar studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, ndërkohë jeton e punon në Prishtinë si artist vizual në Galerinë e Arteve.